Albin Kurti nuk ka pranu me ndërtu centralin me gaz kur ju ofru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët do të më ditë pse janë shtejtu fakturat e energjisë elektrike. Ka ardhur ky shtejtim. Me kuptu që importi i madh i energjisë elektrike si rezultati mungesës prodhimit vendor me shuma marramendse të blerjes energjisë elektrike, me shuma marramendse të transportit të energjisë elektrike prej Vukhamovicit dhe bandës së tij, me shuma marramendse të intervenimeve ad hoc në kohë caktuar, sepse këtu çuditërisht qysh janë kanë të prodhu generatorët e Kosovës AB, pa kurfar paralajmërimi kanë ra prodhimet në Kosovë dhe rrjedhimisht jetë detyru me dalë me blej energji jashtë. Dhe kjo kosto, po flas për 700 euro megavati, edhe me blej edhe me bajt, ka rezultu që na me pas çmim artificial të ngritun të fakturës energjisë elektrike, sepse jena detyru me dalë me blej energjinë elektrike jashtë Kosovës, për shkak se Albin Kurti nuk ka pranu me ndërtu centralin me gaz kur ju ofru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i përzonën nga Kosova, madje ty ju thonë që ky është gaz rus, dhe sot i ka vënë funksion Martin Berishën, Nagib Krasniqin, që i ka këtu në krye me Dejona Mihajlin, i cila i menaxhon komplet bandën e saj, dhe Hambovicin jashtë për me mba abuzime me çmimet e energjisë elektrike. Çfarë bëni ju tash? Besoj është me rëndësi të kuptojmë nga ju. Me bë pa e ndërtu centralin me gaz, i cili është premtimi jonë kryesor, projekti jonë kryesor kapital, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për me e gasifiku Kosovën. Veç pak ta shpjegoj se është e rëndësishme. Po do flasim specifikisht. Uljen ose heqjen e TVSH-s në fakt. Pra, ky është hapi i parë me njëhershëm që mund bëhet. Dhe në 6 muajt e parë, bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nënshkruajmë partneritet strategjik në energji për të mundësu Kosovës gasifikimin edhe ndërtimin e centralit me gaz, edhe ndërtimin e ngrohtoreve qendrore në përqendrat kryesore të Republikës Kosovës. Do kthehemi tek centrali me gaz. Do të më shpjegoj edhe centralin, edhe gasifikimin se çka na ofron.